E di që keni dëgjuar shumë për vajin e peshkut edhe për vajin e mëlçisë së merlucit, por sot do të ndaj këndvështrimin tim për to. Fillimisht duhet t'ju them që unë vi nga Brezi, që vajin e peshkut e kemi marrë në kopër, se kemi marrë në qerdhe, kur kemi qenë fëmijë të vegjël, dhe në të njëjtën kohë mami gjatë gjithë kohës çdo ditë më ka dhënë vaj të peshkut. Atëherë ndoshta nuk dinim nëse është vaj i peshkut apo është vaj mëlçisë së merlucit, mbase nuk kemi ditur ta bëjmë diferencën. Por mua më vjen shumë mirë që sot jetojmë në kohën kur ne mund të zgjedhim një vaj peshku i cili fillimisht është cilësor, do ju mësoj pastaj se si ta zgjedhim vajin e peshkut cilësor të pastër, edhe tjetra diferencën midis vajit të peshkut edhe vajit të mëlçisë së merlucit. E para njëra ato kanë një rëndësi shumë të madhe, sepse acidet yndyrore janë pjesë e ndërtimit tonë qelizor. Në qoftë se ti merr dhe analizon se si është ndërtuar një qelizë, një membranë qelizore, pra mbështjellja e qelizës, është e ndërtuar nga një masë e madhe, diku 60%, 70% nga elementet të yndyrës, ka sfingolipide, ka fosfolipide, ka glikolipide, pra ka shumë yndyrë brenda, ka kolesterolin që hyn midis bishtave të fosfolipideve, se futa pak në biologji, por ideja është që çdo qelizë jona është ndërtuar nga acide yndyrore, sidomos kur bëhet fjalë për trurin. Truri ka disa të dhëna që thuhet në 66% të masës së tij totale është ndërtuar nga yndyra dhe komplet ato qelizat nervore për të lidhur dhe për të përcjellë informacionin nga njëra qelizë te tjetra kanë nevojë për yndyrë, pra për të lidhur atë kontaktin, për të përcjellë elektricitetin dhe mesazhin e secilës qelizë me njëra tjetrën, ka nevojë që të kenë yndyrë, pra të ketë prezencë të yndyrës. Jo vetëm kaq, por acidet yndyrore janë të rëndësishme gjithashtu për funksionin e hormoneve, janë të rëndësishme për të përthithur vitaminat e tretshme në yndyrë, janë të rëndësishme për tiroidet tona, për zemrën tonë gjithashtu, për komplet sistemin e qarkullimit të gjakut. Po flasim këtu për acidet yndyrore që janë të shëndetshme. Diferenca midis vajit të peshkut dhe vajit të mëlçisë së merlucit. Nëse ne do të llogarisim 12 mg vaj peshku, janë të barabarta me një lugë gjelle vaj të mëlçisë së merlucit. Dhe vaj mëlçisë së merlucit është gjithashtu një vaj që ka edhe prezencën e vitaminës D3 brenda dhe ka prezencën edhe të vitaminës A. Tani për vitaminën D3 do të flas në një video tjetër për të sqaruar se sa e rëndësishme është që ne ta marrim, sigurisht edhe nëpërmjet ekspozimit të diellit, por edhe nëpërmjet ushqimeve. Por vitamina D3 për të tretur, për të absorbuar siç duhet, i duhet padyshim vitamina K2. E di që ka shumë kontradikta te kjo pjesë, por unë besoj shumë fort që kombinimi i këtyre vitaminave bën që kalciumi në trupin tonë të shkojë dhe të drejtohet tek kockat, aty ku ka nevojë dhe mos të shkojë të preki indet e buta siç janë indet e zemrës. Prandaj vitamina K2 është shumë e rëndësishme. Kam lexuar një libër shumë interesant nga Dr. Price, është një libër që unë kam në Tiranë, në fakt, nuk e kam këtu librin. Edhe di që është një libër ka dhe një kapak ngjyrë hiri, sepse librat unë i kam, i mbaj mend, i vizualizoj i kam domethënë si imazhe në trut dhe ngjyrën e kapakut të librit. Edhe flet për këto, për dietat ushqimore, por dietat e indigjenëve dhe lidhjen e tyre, konsumit të ushqimit të tyre me strukturën kockore të mandipulës, pra strukturën dentare në përgjithësi. Edhe madje aty më pëlqen shumë një informacion që neve jemi duke i bërë shumë dëm në fakt fëmijëve tanë, duke i dhënë gjithkohën smoothie, duke i dhënë gjithkohën ushqime që janë shumë të buta, që nuk i stimulojnë lëvizjen e dhëmbëve dhe nxjerrjen ose krijimin e një strukture normale dentare tek fëmijët, por ajo është një tjetër çështje. Dhe është e rëndësishme që thuhet edhe në tekst që vitamina D3, pra kur marrim vajin e mëlçisë së merlucit më saktë, thuhet që duhet kombinohet bashkë me gjalpin. Unë gjithmonë kam thënë që konsumojeni me vajin e kokosit apo edhe me gjalpin e kokosit, po ju mund të përdorni edhe gjalp fshati. Biles po ndaj se e kam këtu. Ja, se më rrodhi. Sa mirë. Ja dhe gjalpi fshatit që kam. Edhe se ka shkrirë. Dhe ideja është që gjalpi i fshatit, sot më duhet ta laj dorën pastaj, po s'ka problem. Ka shkrirë komplet se këtu temperatura është një çik më e lartë. Gjithsesi, ideja është që
për të absorbuar shumë herë më mirë vitamina D3, por gjithashtu yndyra do yndyr për të tretur. Pra nuk mund të pretendosh që do pish një lugë gjelle vaj peshku apo do marrësh një kapsul vaj të mëlçisë me lucit edhe thjesht të pinë me ujë në barkë të thatë. Jo, është mirë që gjithmonë të hash të jesh duke konsumuar një ushqim të shëndetshëm ose të shoqërosh me gjalp ose mund të shoqërosh edhe me vajin e kokosit për të përthithur dhe për të absorbuar më mirë. Gjithashtu edhe nëse merrni vitaminën D3, patjetër që duhet shoqërohet me gjalp apo me vaj apo me një lugë gjelle vaj kokosi e të tjera me radhë. E rëndësishme është të theksohet që emrusi përbashkët i vaj të peshku dhe vaj mëlçisë me lucit është prezenca e këtyre acideve yndyrore, e omega-3-shit, e acidit EPA, i cili është një antiinflamator fantastik, i DHA-s që është fantastik për sistemin nervor, për ganglionet ose për neuronet, për qelizat nervore e të tjera me radhë. Pra, të gjithë këto, edhe vitaminën D3, të gjithë këto element janë ato që e bëjnë në fakt vajin e mëlçisë me lucit një superfood ose një super ushqim. Çfarë do thotë një super ushqim? Një super ushqim do të thotë që një ushqim i cili përdoret në sasira të vogla, por që ka peshën ose vlerën e shumë ushqimeve të përbëra së bashku. Kalojmë pak tek kjo pjesa e përmbajtjes së mërkurit, se e di që është një problematik shumë e madhe, por ajo që dua të them është që mërkuri tek vaji i mëlçisë, tek merluci në fakt si peshk, është shumë herë më i reduktuar krahasuar me llojet e tjera. Dhe kjo bën që vaji i mëlçisë me lucit të jetë më i sigurt për të përdorur për sa i përket nivelit kontaminues me metale të rënda siç është mërkuri. Mërkuri njihet si një neurotoksin, edhe ka shumë të dhëna që lidhin këtë lloj neurotoksinën me manifestimin apo me përkeqësimin e fëmijëve me autizëm, sepse unë kam pasur dhe temë doktorature, jam doktoru për këtë pjesë dhe kam studiuar goxha mirë. Kështu që më e mira fare është që kur të zgjidhni një vaj peshku, gjithmonë, unë nuk e besoj asnjëherë që është një gjë që është shumë e lirë aq më tepër te vaji i peshkut, se më kujtohet që mami, që kur kam qenë fëmijë, domethënë di që e blinte shumë shtrenjtë, në sensin që ishte ndër produktet më të shtrenjta, ndër vitaminat më të shtrenjta që ajo merrte për të më dhënë. Dhe për fat të keq, sot mund të shkosh edhe në një dyqan ushqimore, pra në një market të thjesht, dhe aty tek kasa mund të gjesh ca kështu, si tableta të vogla, kapsula të vogla të vajit peshku që shiten edhe nga €1. Domethënë thjesht janë aty. Personalisht çështja e sigurisë, sidomos për pjesën e super ushqimeve, aq më tepër vajin e peshku që nëse është i kontaminuar, nëse ka qëndruar në temperatura që mund ta dëmtojnë, apo nëse ka qenë në kontakt me rrezet e diellit që e ndryshojnë totalisht strukturën e këtij vaji, ndryshon në fakt edhe strukturën e ujit e jo më strukturën e vajit, dhe mund ta shndrojë atë në toksik apo në helmues dhe mund të shoqërohet edhe me fatalitet. Kështu që tek vaji peshkut mos lozni. Te vaji peshku duhet keni shumë kujdes dhe mundësisht duhet të zgjidhni një vaj peshku që ka atë certifikatën që tregon që është i certifikuar ose është i pastër, është mërkur free. Domethënë nuk ka prezencë të mërkurit, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për fëmijët e vegjël. Unë e sugjeroj shumë vajin e peshku që të përdoret, sidomos nga fëmijët që kanë hiperaktivitet, se nuk duhet ta përdor këtë fjalë vuajnë për fëmijët, por që kanë një hiperaktivitet apo që kanë probleme me autizmin, me çrregullimet e spektrit të autizmit, duhet keni shumë kujdes, sepse nëse ka prezencë të mërkurit, mërkuri është neurotoksin dhe vetëm e përkeqëson situatën shëndetësore që mund të shoqërohen këta fëmijë. Kështu që duhet bëni një kujdes të shtuar. Tani është kjo pikpyetja e përmbajtjes së vitaminës A tek vaji i mëlçisë me lucit. Unë personalisht them që nëse vitamina A merret në formën natyrale të saj, merret nga burimet natyrale të saj, siç është vaji i mëlçisë me lucit, atëherë ajo nuk shkakton problematika. Dhe mbi të gjitha, ju mund të dini shumë për vlerat e vitaminës A, për rëndësinë e saj, por ajo që unë dua të ndaj në këtë video është që vitamina A
ka një dy funksione për cilat ndoshta nuk flitet shumë. Funksioni i parë është përmirësimi i gjendrës tiroide, i funksionit të gjendrës së tiroides. Dhe e dyta është përmirësimi i statusit hormonal tuaj. Kështu që mos i shikoni vitaminën A si një armik. Kaq kisha për sot, ne do të dëgjohemi në video të tjera. Për gjithë ata që s'më njohin, unë jam Djula Dosti, doktoresha e nutricionit, trajnuar në Harvard Medical School.